الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. تداشر الأزهر المسلمة الله جل شانه وجل جلاله متى آية كريمة قلنا الله على بمراك لا يتم 9 minut dhe marrë disa frim në nhije në fjalët e Allahut të Gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullah alayhi salatu vesselam duke i lutur Allahut fuqiplot, Allahut të ditëshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me mëshirën e vet neve si gjunahtar për azabin të xhehenemit të na shpëton, xhennetul firdausit nasib të na. Amin. Vëllezër të dashur, jemi në nhije në surën e bekuar, suratu Ali Imran. E posaçërisht në nhije në ajetin që përcolla para jush. I përdorim me disa fjalë të shkurta që të harxojmë sa minutë nga jeta jonë mjaft e shkurtë, duke shpresuar Allahu të Gjelal që frymëmarrjet tonë të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment Allahu me xhennetul firdaus të ne kompensë. Amin. Vëllezër të dashur, ajeti që ish para këtij që lexojmë para jush sot, me to Allahu të Gjelal tha: o besimtar, keni frikë Allahun dhe mos vdisni përveç se si musliman. Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pra, keni frikë Allahun, keni dëra, të drohni për Allahun, doni Allahun, zbatoni urdhrat e tij, ikni nga haramet dhe ashtu si keni jetu, që ashtu do të disni, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mos bëni punë me të cilat mund të ndroni jetë e me ato punë të shkoni pa iman, por bëni punët e duhura të Islamit që të ndroni jetë si musliman. E pastaj Allahu Gjelal me njëherë, pas kësaj porosie madhështore, që tërheqën që ta kemi frikë Allahut dhe të vdesim si musliman, thot: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni të gjithë për Kur'anin, kapuni të gjithë për Islamin, kapuni të gjithë për din, kapuni të gjithë për litarin e pakputur, për litarin e fetë të cili ju nxjerr nga humera, ju nxjerr nga errësira e xhahadetit, e kufrit, e shirkut, e bidatit, ju nxjerr në rrugën e vërtetë, pra ju nxjerr në Islam. Wa'tasimu bihablillah, kapuni për litarin e Allahut. Pra qëllimi është tu kapuni për Kur'an, për Islam, kapuni për din. Wala tafarraqu, dhe mos u ndahni, mos u përçahni. O besimtar, kur të kapuni të gjithë për Kur'an, do të jeni të bashkuar. Kur kapuni për ide të tjera dhe ideologji të
jeni të coptuar. Pra kush është segmenti, kush është elementi, faktori kryesor i cili e bën popullin të përbashkët? Islami. Pos Islamit është dështim, pos Islamit është devijim, le tjetë ajo demokracia, apo kapitalizëm, apo socializëm, apo çka do të jetë, është në fund shkatërrim. E kush është këtimi? Fafirru ila Allah, ikni kthehni te Allah, a ju kthy musliman te Allah. Subhanallah. Shikoj, obligim, porosi, ku amore? Kjo porosi është madhështore e barabartë me urdhrin e Allahut xhelal ku thot: "Ya ayyuhalladhina aminu billahi wa rasul." O ju që pretendoni se jeni besimtar, pra besoni Allahut dhe pejgamberin, ashtu si duhet. O aqimu s-salat wa atu z-zakat. Falni namazin, jepni zekatin, agjëroni Ramazanin, çka janë këto? Këto janë obligime, këto janë farze. E çka thot Allahu xhelal për bashkimin vëllazëror? Wa'tasimu, urdhën imperativ. Kapuni të gjithë për litarin e Allahut. Wala tafarraqu, dhe mos u ngahni. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, dhe përkujtoni nimetin e Allahut, që ai ju ka dhuru juve. E cili është nimeti më i madh? Dhuntia, begatia, dhurata, më vlefshme, më duhur, më e çmueshme e Allahut xhelal është e dini, o vëllezër të dashur. Por gjithë të mirave, të mirave të panuara që Allahu xhelal na i ka dhuru gratis. Subhanallah, a do të kishim mundësi ne të formojmë një pikë ujë? Njerëzit, fuqia ndërmjetësore, botërore, a ka mundësi të formojmë një pikë ujë? Jo valla s'mund. A ka mundësi të formojmë oksigjen, ajër që të marrë shprim? Jo valla. E të kujna jo të dhunti të Allahu xhelal, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Po që se pëndohni një të pikë të Allahut nuk mund të numëroni, po ka i marrë një këtyre, kruna e këtyre, më e mire të gjithë këtyre, kush është? Është dini Allahut xhelal. Sa njeri që nuk e ka dini, që se ka imani, i shfrytëzon të mira të tjera të Allahut xhelal, dhe shkon pa iman, ka dështu, ai që merr imanin me vete, ai ka fitu dhe ai ka shpëtu. Andaj Allahu xhelal na porosit si të jemi besimtar, si të jemi musliman, dhe si të vdesim me iman. A do të vdekësh me iman? Jeto si musliman dhe je i bashkuar dhe i dashuruar me vëllezërit tu musliman. Wala tafarraqu, dhe mos u ngahni. Dhe kujtoni të mirën e Allahut xhelal që ka dhuru, idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum, kur ju ishit armiqësuar. Në xhahalet njerëzit kanë qenë shumë të armiqësuar me vetë. Ju e dini se me shpërngulje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinën e ndriçuar, i mori dy hapa madhështor të mrekullueshëm. Hapi i parë ishte ndërtimi i xhamisë. Xhamia ishte objekt i kulturës, i civilizimit, i arsimit, i përgatitjes ushtarake, ishte qeveri, ishte komunë, ishte parlament. Xhamia në ato i lutën këto role, xhamia e cila ishte ndërtuar me qerpiç dhe punuar me dega të hurmave, por në hije dhe atyre degave të hurmave, dhe në atë temel të ndërtuar nga dorët e bekuara të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një xhami shumë e thjeshtë që nuk kushtonte $100, jo miliona dollare, euro ndërtohen xhamia tona, por ne vëllezër të dashur, për fat të keq, ne ndërtojmë murna e nuk ndërtojmë burra. Na ndërtojmë murna, minare të larta, mermere të banuar, të zbukurime, murnat ekzistojnë, po në ato mbretësit ati në murnave nuk dalin burra. Burra, na duhen burra, o vëllezër të dashur. Kur ndroi jetë Ebu Bekri, Omeri radhiyallahu anhu i tuboi ashabët dhe i pyeti një nga një, çfarë dëshire kanë? Njëri tha, ja Amir al-Mu'minin, unë lutë Allahun xhelal të më jep pasuri sa kodra e Uhudit mirë e ta ndaj fi sabilillah, ta ndaj gratis, ta ndaj për shpirt, jo ta shes. Qetri tha, oh, ta kem kodrën e Uhudit me ari, vallahi, deri në 1 cent kisha me dhonë për Islam. A qëtëri tha ki kem 100 deve të japë për ushtrim Islam. A qëtëri tha ki kem parat i pagull 100 gjermosha i pregatis për gjihad fi sabilillah. E qëtu dëshira e dëshira. O
Omerit radiallahu anhu pasaj njoni tha, o emirë al-Minin, na I tregum dëshirat tonë, na tregot ti çfarë I lutesh Allahu xhelal, ti çka do. Omeri nuk përmendi kodrën e Uhudit me ari, as ushtrinë, as devet, as pasurinë, tha, unë kisha dash që Allahu xhelal të më jep një dhamë të plotë që kështu sikur jeni ju, ama do t'jenë burra sikur e Bubek. Tha mund duhen burra. Subhanallah. Mund tha duhen burra. Kur ka burra, ka çdo send. Kur s'ka burni, s'ka burni send. A vlezë të dashur. Kjo pasuri që ekziston sot të si përfaqen e tokës në duart e muslimanëve, është hiqe pa vlerë. Pse? Mungojnë burrë. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kriti xhamin për formimin e burrave në tonë dhe aty të kunu përgatitën ushtri musliman të cilët ndriçon në rrugë të tokës. Çati na xhamin e thjeshtë. Ne duhet të kthehemi asaj që të kemi xhamin ashtu. Ajo ka një kohë dhe çasha që mundsi, sot duhet të kemi xhamia, duhet të ndërtojmë xhamia, po duhet të tentojmë të ndërtojmë xhamia, të rikthejmë xhamia të cilat ato rahmetlit na I kanë lënë. Vëllezër të dashur, ne shihni se në pjesën tjetër kanë bardhatit, elhamdulillah shumë xhamia janë ndërtuar. Por aty ku kanë qenë xhamia, atje nuk guxon të ngrihet as në prej tyre, e sidomos burmani xhamia. E këto demokratët kanë guxim që të ngrenë themelet e një kishe në një tokë e cila ndonjëherë ka qenë vakufi musliman. Ta kanë guxim. E ditë si tokë dhe na kemi bërë punë të madhe. E çka kemi bërë? E kemi largu prej qendrës, prej sheshit, e kemi qitë pak më në tonë, a më vendi vakufi. Kur që s'kemi? Këto aktrime nuk vlerë, vëllezër të dashur. Pra, formoj burra dhe ngriti objektin e arsimit e bashkimit. Andaj, në Medinë, me Jethrimin e atëhershëm, para se shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju dini se Medinë kishte emrin Jethrib. Në Jethrib kishte dy fisë arabe më të mëdha, të cilat luanin në rolin kryesor në Jethrib. Ato ishin fisi Aus dhe fisi Hazraj. Këto dy fisë me xhahalet kishin luftuar mes vete, kishin qenë armiqësuar dhe kishin derdhur gjakun e njëri tjetrit me 100 vite me radhë. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam së pari, do dy fisë arabe e pranun Islamin dhe pejgamberi I pajtoi. U pajtuan ata që ishin të hafnuar me 100 vite, kishin derdhur gjakun e njëri tjetrit në mungesë të pajtuesit të mrekullueshëm, pra në mungesë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me prezencën e pejgamberit ata u pajtuan. Andi Allahu xhelal aludon në fiset arabe, por kjo përfshin të gjithë fiset dhe të gjithë popujt, pa dallim kombi. Për të gjithë muslimanët, thot përkujtoni armiqësinë që kishin mes vete, e me mëshirën e Allahut ju u bot vëllezër. I pajtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pas një kohë vëllezër të dashur, ju e dini se në Medinë kishte jahud, kishte çifut. Jahudive ju ra shumë randë pajtimi I këtine dy fiseve, se u po forcë islame, me pajtimin e këtine dy fiseve të mëdha, u forcu islamin dhe u forcu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jahudit e kishin përdor nësi pajtimin e muslimanëve, si që kanë gjithmonë. Jahudit gjithmonë e kanë përdor nësi pajtimin dhe bashkimin e muslimanëve. Andaj, njëri prej mjeshtërve jahud, I pa dy musliman nga dy fiset e ndryshme të cilët kishin pajtuar. Njëri ishte nga fisi Aus, e tjetri nga fisi Hazraj. Ata ishin ulur si vëllezër musliman dhe bisedojshin mes vetë. U afru jahudiu mes tyre dhe pas pak kohë tha, sa gjaku është derë në mesin e fisave. Do që u kujton të kalumë, sa gjaku është derë, por në fund mbeti një gjak pa marë. Njëri të fisi tha, në fund mbeti një gjak pa marë, se ju e pranut islamin, por e lap gjakun pa marë. A I fisit Aus, cili kishte mbetur gjakun pa marë, ju ngrit tensionin dhe tha mire ke vallah. U dash me marë gjakun e pastaj me pajtu. Subhanallah, e kini pa një zitorë për hidrohen, thot ka dalin e vla, ka marë hakun, ande I pajtohen. E pastaj edhe I kitri do të merë hakun, e të pajtohen, e kur dhe përfundon ajo? Kur dhe përfundon halkat e zinxhirit të fesatit,
dhe çapjes, subhanallah. Jehudi thanë, një gjak me pama. U ngrita i fiski i kishte gjaku, pama tha mire ke, na duhet të marrim gjakun e pastaj të pajtohemi. Dhe u ngrita la me xhlisin. Me njëherë arriti lajmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se po dojnë me prish marrëveshjen dhe paqen. E kush ishte shkapi i kësaj krahazive? Ishte Jehudi. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ofroi të fiset, kryetarët e fiseve dhe tha: "A do t'i ktheheni përsëri xhahanetit?" Pra, sesa në hakmarrje është xhahanet. Paqja dhe falja është Islam. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A do t'i ktheheni xhahanetit duke qenë në prezent në mesin e juaj? Të ju mbashtroni që fut një armik i Allahut dhe Islamit dhe juaj?" Edhe e shihni thesatin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu në gjërat në tregoretin dhe zë të dashur, që të kemi kujdes, që gjithmonë kemi të bashkuar me zvete, dhe ta kujtojmë kur edhe shqiptarët e ka pas një tradit për hatmarje shumë keq. Subhanallah, por në ardhen e Islamit, elhamdulillah, ajo është zbutur pak, por nuk është që i krejt. Nuk është eliminu krejt, edhe morë shqiptarët i dhunohen me zvete dhe hakmeren me zvete, dhe vritën Zotin arujt, pra ato e punë të xhahanetit. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله bashkoi zemrat e juaj. Nuk thotë ju bashkoi juve, se ne shumërimi të bashkuar, ja tash jemi të bashkuar me shpirtin e Allahut. Por a janë zemrat tona të bashkuara? Jo të bashkuar shqiptarët, të gjithë shqiptarët e të bashkuar në një objekt e ka e një parlament. Jo të bashkuar në një parlament, në një objekt, por a janë zemrat e tyre të bashkuar? A janë zemrat e muslimanëve të bashkuar, apo janë të ndarë dhe të përçara? Kujtin janë a janë ndarë dhe përçare? A janë kohës e ignorancë, xhahanetit. Andaj Allahu në gjëratët, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allahu bashkoi zemrat e juaj. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti sikur ta shpenzosh krejt pasurinë e dunjos, nuk mund t'i pajtosh zemrat e tyre, por ato i ka pajtu Allahu xhalal në emër të Islam. Jo vëllezër të dashur, me interes nuk pajtohen zemrat. Me interes dhe për interes mund të pajtohen gjuhët dhe fjalët, por zemrat pajtohen vetëm me ditë të Allahut, vetëm me dashuri për Allahun, dhe ato që duhen për Allahun të bashkuar. Ato që duhen për intereset të coptuar, dhe ku ta shosh disa njerëz që paraqitur vëllezër të në një tjetër, dhe kanë pas vjetarë familjare, por kur janë hidhru, kur janë armiqsu, edhe kur ka vdet njëri prej tyre, ai tjetri s'ka shku në varrim. Ai tjetri s'ka shku në varrim, edhe pse? Se dashuria e tyre, miqësia e tyre ka qenë për interes dynjaje. Interesi dynjas i ka bashku, interesi dynjas i ka coptu. Nësa ato që i bashkuat interesi Islam, dashuria për Allah, ato jeton musliman të dashuruar dhe kur vdesën e duan në një qetrin si ka hije. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Dhe ju ishi thot në prak të hunerës, në prak të shkatrimit, por Allah ju vriti ju shpëtoj me dinin e tij. Kedhalike yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Pra kështu Allahu xhallahu sqaron argumentet e tij që ju të udhëzoni. Këto janë argumentet e Allahu xhallahu, të cilat ai përmend se si duhet të jemi ne të dashuruar me zvete dhe të bashkuar dhe të mos ndëgjojmë dhe të mos i ndjekim gjëra keqe, të cilët gjithmonë kanë për qëllim përçarjen e muslimanëve, në fillim në krye me jehudët, me ata që nuk donin ta shifnin ummetin islam të bashkuar. Ai që i dashur t'i përçarë muslimanët në Medinë nga fisi Aws dhe Hazraj, ai nuk ka pushuar të jetën dhe zë të dashur. Nga dora që fute sekrete u pre Hazret Omeri një hap. Nga dora që fute sekrete, por me manipulimin dhe muslimanëve u pre Hazret Osmani duke lexuar Kur'an. Nga dora që fute sekrete u pre Hazret Ali. Nga dora që fute sekrete u
1912 kopë për umetin. 1912 arritën armiqt në tria me spionat anglesë, në mudheqen e masonëve që i fut, kur kretarit të tyre Sultan Hamidi i tha, jo shtet që i fut në perandorin islam, jo shtet që i fut. Ata kërkonin një shtet të angrej në Palestinë, por Sultan Hamidi i tha jo, ma lete kam të shof zotë e mija në tokë unë i gjallë, se sa të shof shtetin Izraelit në Palestinë. Edhe prej këtu filloj komploti që të rëzot hilafit, të dëmohet Sultan Hamid në udhëheqjen e masonëve, spionave anglesë. Në bashkëpunim me tjera shtete evropiane, e sidomos për largimin, për dëbimin e muslimanëve, u thamë turqve, thamë muslimanëve, se dhe gjënë turqët janë turqë, po ishin mason anti-islam dhe ishin anti-shqiptar. Nërsa sultani porositi Ismail Qemal i lorën që ngriti flamurin, tha keni kujdes shqiptarët të mos coptohen, se kur coptohen ju me zvete, coptohen trojet e juaj. Sultan Hamidi ka qarë në trojet shqiptarët dhe zetëtarë. Në ato momente që ati është ka nasë reziku fizik, a ka porosit Ismail Qemalin që të ketë kujdes që të rinë një trup shqiptarët, se për ndryshe nëse coptohen e i trup shqiptarët, që ishin në lidhjen e Prizrenit, ku dominanin hoxalarët, ulemat, por të arrojë trupin shqiptarë islam së bashku, hini draftia mrenda shqiptarëve dhe coftun, pasi coftun trupin dhe shqiptarët, atëri coftun edhe tokën shqiptarë, e coftun, por ne edhe mon nuk e kemi lecu historinë vërtet. A di pse? Se neve historinë e kanë shkujt sërbët. Edhe mo fëmijët tonë në shkollat fillare mësojnë historinë sërbët në përkthyer në Shqipë. Për çfarë vere ka historia së është në Shqipë, kur atë e shkujnë të tjerët, kur atë e shkujnë armiqët. Pra, u bashkun grekët, marazezët, sërbët, bulgarët, u bashkun të gjithë me disa shqiptarë në thëza. Shqiptarës u bashkun për largimin e Osmanive nga të trojë. Pa të figur lufta Kahmoti prej Gjesh Kasliotit e dini trafni në madhe. A dhe në vitin 1912, pra ishte kohë, vitin 1912 ishte kohë për umetin islam, por ishte fitore për umetin e kufrit dhe u mashtruan shqiptarët, u traftuan shqiptarët. Lezë të dashur, kjo nuk është politikë, valla nuk është politikë, kjo është tërë, se si jemi captu, si jemi mashtru, ku të zgjohemi dhe të bashkohemi, dhe nuk ka zdim edhe bashkim, por vese në emën të Allah. Derisa nuk veprën në emën të Allah, në emën të islamit, ato tjera kërën palavra, e në mashtrim, ne po i shofim për të ditë, ne po i shofim figurat e shahu pëndrohen, por lojë të arë që të njërë, dihet më shelun lojë, na jemi vetëm figura. Pre 1912 na jemi figura të shahu, nërsa lojën e lujtë të tjere. Me lexoni historinë, kisha këtë rinin tonë të dashur, rinin e dashur e jonë, lexoni historinë në vërtetë, se më lefë të math, shqiptarët ortodoks për fatë të keqë, kanë vjerë vënerë kundër Osmanli. Derisa Anton Zot Qajupi, i shtuar të shqiptarët, që jo mësojnë fëmijëve në shkollën fillore dhe të mesme, dhe e kanë bërë ideol shqiptarët, e kanë bërë Qajupin e të tjerë. Haj, përgërdi, në vjeshën e ti, pse kryove dikësi, e di që e thëtë Zotit, thëtë o Zot, disa puni ke bo mirë, po disa ke gabu. Gabim një jotë është të tu që ti ke kryu. Gabim ka po Zotit, që ka kryu Osmanlit, subhanallah, musliman, a në thojza e do të thot krijimi musliman është gabim për ty o Zot. Shto pra thot Qajupi, të cilin janë i bëgën fëmijëve tane dhe sot e se dite. Pjetër Bogdani në qashime vjetër ka moni e më të math ati, a i në punimet e ti ka shajt pejgamberi, po mërë ka shajt pejgamberi, edhe shqiptarët musliman kërenohen, me badije të mashtruar, në shkollat tona edhe mo vazhdojnë të mësohen tradhtarët e popullit si patriot. Tradhtarët
llogaritën patriot, patriotët llogaritën tradhtar, në mungesë të zgjurësisë, në mungesë të vetëdijes të muslimanëve. O besimtar, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ka ulo musliman të gjithë, o musliman, nëse doni të shpëtoni, nëse doni të përparoni, nëse doni të fitoni, bashkohuni në emër të Allahut dhe në emër të Islamit, por ndryshe jeni coptu dhe jeni mashtu. Kështu thot Allahu xhelal. Dhe ai di më së miri gjendjen tonë, ai di më së miri hallin tonë, ai di më së miri zemrat tona. Pra, populli jonë ka nevojë për vetëdijësi, populli jonë ka nevojë për rizgjim, jo për mashtrim. Andaj, muslimanët ja kanë zhevën, ati mashtrimi, e u coptun tokat, e u prishën xhaminat, e u rënun me dreset. Subhanallah, vëllezër të dashur, 500 vjetë musliman, s'po them turqë, musliman, se ai që pretendon të se ishte një turkmeni madh, që zhveshi popullin turk nga Islami dhe traftoi muslimanët në Ballkan me marrëveshje me Jugosllavi për t'i dëbuar muslimanët nga këtej e për t'i bërë rreth të tij në Turqi. Ai masoni Ataturk, i cili hoq khilafetin, i cili bani tradhti e i bani ulemon, e tani njerëzit tonë thoshin Ataturku i ka zbulu dietarët, i ka zbulu se janë rus, i ka prej rus. Subhanallah, ai s'ka pas guxim ta prej një rus, jo rusët. Ai s'ka pas guxim, sa ka qenë argati rusëve janë anglezëve, ai ka qenë argati tyre, por ai ka prej ulemon. Ka dëbu ulemon nga prejet e tyre, nga shtëpitë e tyre. Edhe ai është turk, po s'po thamë turqit, thamë muslimanit. Muslimanët dhe të dashur kanë sundu 500 vjetë të troje, edhe morët të krishterët i kanë kishat e tyre, në vendet për i kanë patur, edhe morë i kanë. 500 vjetë sundim, nuk kanë rënu, sa kanë rënu komunistat për 50 vjetë. Ata 500 vjetë kanë dërtu, komunistat për 50 vjetë kanë rënu, qdo ndërtim. Ku janë medreset, ku janë vakufet, ku janë xhaminja, ku janë? E tani na erdhën demokratët e këta bite komunistëve, në erdhën demokratë në shkatrun të, edhe që ato që e lanë komunistat të shkatrun, edhe që ato që e lanë komunistat të në uzërkum, në munges të bashkimit, në munges të forcës islamit, në munges të bashkimit të muslimanëve, vëllezër të dashur ta, shpëtimi i muslimanëve është në islam, shpëtimi i muslimanëve është në bashkimin fetar islam, fefirru ila Allah, a do që thoni që atyre që trupetojnë për shqiptarizët, për kampe, a do që thoni bolmo me gënjeshtra, fefirru ila Allah, a do t'i kthejnë islamit sa s'kemi vdekë për njërës. Se vëllahi, posti nuk meret me vetë, fotela nuk meret me vetë, karika nuk meret me vetë, objektet e mëdha që ndërtër nuk meret me vetë, të gjitha do të mbesin, si që mes të tjerne, a qdo në në të mërë veprën e mirë vetën me vetë. Andaj, t'i rikthehim një herë për gjithmonë. Më lodhe asë më së mërziti, por mi shadash një mesazh rinis tonë të bekuar, të dashur, që janë në për shkolla, kur të lexojnë edhe në mes reshtave. Lexo pak në mes reshtave, jo vetëm reshta, se reshtat janë të falsifikum, pra lexojnë në mes reshtave. Kthehim historisë vërtetë, kthehim rizgjimit, analizës. Por më na kanë shohë si muslimanë. Por na kanë vlerësu, na kanë poshtru si muslimanë. Spionat angles, kur dashën të adopsojnë shtetin Osman, a dini që ka po dhe se të dashën, fillon të botojnë libra kundra islam. Fillon të regadisin drama dhe filma kundra islam. Fillon të urejnë me shkrimet e tyre, me dramat e tyre ulemon islam. E dim që? Se populli ka ulemon yrmek, e ata shkrifin dhe ulemonë, sa që disa spiuna angles që fut ma thamë, veshin uniformën e hoxhallarëve dhe bëshin punë të këqija. Spionat u veshin me uniformën e hoxhallarëve dhe bënin punë të këqija në teren, që ty thojnë pas të njëri shikosh ka bëjnë hoxhallarë. Leni më hoxhallarë. Leni hoxhallarë, si ka ju rejnë, të mashtrojnë, mosni, shikosh ka ka bëjnë hoxhallarë. Fillon të bëjnë punë të këqija, jo lishin muslimanë. Fillon të reklamën me të madhe largimin e ibadet. E di që thonim, Zoti është i madh, nuk ka nevojë për namazin ta. Isha mashrim,
po Zoti është i madh, dhe ai nuk ka nevojë për namazin tim, por unë thoni se unë kam nevojë për namaz. Jo Zoti. Fjala Zoti nuk ka nevojë për namazin tan, për agjerim, ka që të punë, leni për xhallar. Për xhallar që ftojnë për xhamia, ju ftojnë të faleni, sa ate kanë detyrë, ate kanë bukë, si po shkojnë në xhamia do nuk kanë rrobë. Subhanallah, vëllezër të dashur, çfarë intrige. Pastaj fillon të formojnë foshkore e të edukojnë fëmijët e tyre të largën të edukatës prindore. I edukojnë fëmijët si do një ata. Fillon të ngrenë me të madhe zërin kundra mbulesës, se mbulesa e femrës është brapandeturi, në nuk e di, përparimi, është në frizur, në tesha të shkurta, në lakrysi, është dituria apo është në trunë. Subhanallah, dituria nuk kanë pa dituria në teshtë. Nësë është e veshur bukër evropiane që ka përkaritare, nësë është e pulluar që ka brapandetur, a keni pasit paradoksit, që në bashkërimi, ande ishin format e bashkërimi të muslimave që të dopsojnë umetin e të arzën hilafetin. Të arzën hilafetin dhe arritën në ndihmën e vetë disa muslimave. Wallahi ja pan shërë. Ja pan shërën arabët, se dhe arabët u ngritën kundra hilafetit Osman, për fatë e keshë. Ja pan shërin kurdët, ja pan shërin palestinezë. Edhe sot e se dite, që ata që largun hilafetin nga Palestina, formun shtetin e tyre në Palestinë, sot e se dite masakra po bëhen në Palestinë. Subhanallah, pra fjala e artë e Sultan Hamidit, që tha, ma mirë të shoh zote mija në torë duke qenë gjallë, se të shoh shtetin Izraelit në Palestinë, ishte fjale artë, fjale modë, fjale burin. Me gjitha ato këto bura në vetë, të tjerë të bubrecët, jo burecët, se burecët prapë të shkala burë, po bubrecët. Në munges të islamit, që të shka e të bënë? Që të shka është të bënë? Dhunën, masakrën, të cilën është duke bënë Izraeli në Palestinë, a Izraeli qëtër vetëm se fletë arabishtë, Asadi është e Jahud, a ka prejallë dhe që fute, që është të bënë me vlezrit muslimat në Siri, ku janë arabët, ku janë muslimat. Në munges të hilafetit, pra vlezër të dashë, muslimat kanë koroligim, t'i lutën Allahu të gjelarë, pas do namazin, o Zot, kthe hilafetin në Islam. E kemi obligim, mos harroni është luqe, që t'i lutën e Allahu të gjelarë, o Zot, mundësot, që dhe ne ta kemi udheshin tonë, liderit tonë shpirtror, fetar, si që kanë jahudit Izraelin, si që kanë të krishterët Vatikanin, si që kanë ato papën, ne s'kemi nga jetima. E di pse, se kemi luftu dhe vetë. Ande musim Allahu të gjelarë, njërë për gjithmonë, muslimon të zgjohen, muslimon të bashkohen me zvete, të bashkohen me zvete, për hirë të Allahu, atër dhe të nadon Allahu dhe dhe të nadikmon, inshallah. Lusim Allahu të gjelarë, rinit tonë Islam të mësot, ne të do të i të luktë dhe shëndet të plohë, të bashkërit tonë Allahu të pasuron, të sëmurit tonë të isharon, të burgosit tonë të liron, të vdetit tonë të mëshiron, marë muslimanve në rruzit në tokësor Allahu të ndihmon, ka zati gjahrimin të rashtoton, gjëmlet të firdausit nasib të raron. E la ina ahsen el kelami wa ablegani dham, kelamullahi melikil qadir azizil Allah, kema qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil kelam, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد